të shikues me mbrëma, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur, unë jam Eni Vasili. Do të flasim sot për qeverinë, duke munduar të bëjmë një bilanc nga një këndvështrim ndryshe që në fakt na e ofron në realiteti. Duket sikur ka një frymë kundërshtuese përkundrejt qeverisë dhe në veçanti kryeministrit. Duket sikur të gjithë janë kundër tij, por sa e vërtetë është kjo? A janë të gjithë realisht kundër kryeministrit Edi Rama? A janë për shkak të reformave, kostove që ka sjell iniciativa e tij për reforma të mëdha, siç thot vet, apo për shkak të xhelozive? Janë të pakënaqurit e favoreve të munguara apo të pakënaqurit të tjerë të këtyre kostove që sapo përmenda? Është kryeministri një administrator i lartë i pakuptuar nga populli i tij apo thjesht nuk u ka përmbushur atyre pritshmëritë? Cilat janë të vërtetat e këtyre pyetjeve? Do mundohemi të gjej përgjigje me të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Me mua është Alfred Peza, deputet i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Grita Duma, sekretare marrëdhënieve publike në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Henry Çili, koleg, përshëndetje, administrator i Iniciativës Europiane për Edukimin. Apo jo? Çili? Po përveç kësaj, administratori UET, botur si MAPO, grupi ekonomik që ka gjithë këto po themi këto element. Mirë se erdhe, edhe për një arsye tjetër, për shkak të një debati shumë të fortë që keni patur me kolegun Bushati në media, do kemi rast të flasim. Me mua është Dritan Hila. Përshëndetje, moderator të drejtues i emisionit Arena së fundmi, suksese për fillimin e emisionit tuaj, mirë se erdhët, mirë se u rikëthyet në Studion e Hapur. Faleminderit që jeni këtu të gjithëve. Atëherë, çfarë po ndodh me këtë një frymë negativiste që duket sikur i qaset në shumicën e kohës qeverisë, por edhe kryeministrit? Ndjekim material për të folur për të pakënaqurit apo më shumë për t'u kujtuar ata dhe rikthehemi në studio të fillojmë debatin ton. Fundi i mandatit të qeverisë Rama dhe afrimi i zgjedhjeve duket se ka shtuar radhët e kundërshtarëve të kryeministrit, të paktën tek ata që artikulohen në opinionin publik. Një nga analistët që së fundmi është arrestuar kundër kryeministrit duke i quajtur atë të korruptuar është Mustafa Nano. Ai 3 vite më parë artikuloi shprehjen Aleanca e Qelbësirave apo bashkohuni të gjithë kundër qelbësirave duke nënkuptuar këtu qeverinë e djathtë. Sot Nano i bën thirrje socialistëve të largojnë Ramën nga partia. Ne kemi për kryeministër një njeri që është i korruptuar. Do doja të bëja një apel socialistëve që nëse e kanë në dorë ta largojnë të kryeministër. Artur Xhej është një tjetër analist që ka mbështetur 3 vite më parë Aleancën Rama Meta si një rrugë që e majta të vinë në pushtet, ndërkohë që mbështeti dhe qëndrimin e kryeministrit përballë Blushit kur diskutohej mandati i kreut të PS-s. Sot Xhej i bën thirrje Metës të distancohet nga Rama. Shumë kush, përfshirë dhe mua, kishte sidoqoftë një shpresë se Edi Rama do të ishte një kryeministër vullnet plot dhe serioz në përgjithësi. Mirë po Rama kryeministër sa vjen po na habit me trendin e tij qesharakës që mishëron në mënyrë të pandalshme, shkruan sot ndër të tjera Xhej. Në politik një nga kundërshtarët më të mëdhenj brenda partisë së tij është Ben Blushi, i cili e mbështeti në zgjedhjet e vitit 2013 dhe ka votuar të gjitha reformat e mëdha të qeverisë. Sot Blushi thot se rilindja po shkatron Partinë Socialiste dhe sa ai largohet nga koshi i mbetjeve, ku ajo ka hyrë për të krijuar një parti të re, së bashku me deputeten e Shkodrës Mimoza Hafizi, gjithashtu një ndër kritiket më të mëdha të Ramës. Një tjetër mik i kthyer në kundërshtar politik është edhe ish deputeti Koço Kokdhima. Aq i afërt ishte ai me kryeministrin, saqë fillimisht ju besuar i organizimi i partisë në jug të vendit, por sot Kokdhima thot se situata e kultivimit të marijuanës i ka dalë qeverisë nga kontrolli dhe se vendi rrezikohet nga një tranzicion i dytë i përgjakshëm. Çili, është reale kjo frymë negative rreth qeverisë së kryeministrit apo është thjesht një perceptim edhe të majtët her pas here frymëzojnë këtë në fakt? Është reale, po unë do kisha një kuptim tjetër për këtë realitet, kundërshtimet të mëdha për reforma të mëdha. Trazime të mëdha, lëvizje të mëdha, transformime të mëdha që shkaktojnë një reagim kaq të madh. Është një metaforë pa e zgjatur, tregohet një metaforë në shkencat politike, një kryeministër pyeti një ministër që si po ecën filan reformë. Ai tha shumë mirë, e pyeti pas një viti, tha shumë mirë. Tha s'ka mundësi, tha se nuk shoh fare kundërshtime. Kjo do ishte një zhvendosje ose një interpretim për një zoom, tërheqje e zoomit për të parë pak a shumë çfarë ndodh. Kam pasur rastin ta përmend këtë edhe në një, po themi, editorial tip të gazetës Mapa para 10 ditësh. Cikli reformist i Ramës duhet të vazhdojë një mandat.
Dhe një mandat tjetër. Pse? Gjallë shumë polemike. Pa tjetër, dhe këtu dua ta mbyll me këtë paragraf. Unë them që kemi nevojë të dalim pak nga aktualiteti ose nga kronika e cila e shkëputur duket sikur kryer një front. Por po ta shoh në mënyrë të pjesëtuar, vërtet ka një kundërshtim të larmishëm ndaj qeverisjes ose ndaj reformave që po bën kryeministri, por ky kundërshtim është i larmishëm, nuk është unik, nuk është uniform, pra nuk ka grupet e kundërshtojnë për arsye krejt të ndryshme. Po marr dy shembuj ekstrem. Shumë socialistë janë të pakënaqur për shkak se nuk futen në punë. Po mua më duket që kjo shoqëria, pjesa tjetër e shoqërisë do të jetë shumë e kënaqur që po respektohen çik më shumë, nuk po them plotësisht, konkursat e administratës publike. Ku diun, ambientalistët po e kundërshtojnë për një çështje tjetër. Disa të tjerë për një çështje tjetër. Dhe kjo larushi më bëri përshtypje dhe u përpoqa që gjatë analizës të konstatoja ose të vija re edhe në një farë mënyrë të flisja publikisht që në kuptimin tim në shumicën e rasteve kryeministri po ndërmerr reforma të mëdha sistemike, të cilat kanë krijuar kundërshtime të shumta, po që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, madje janë të kundërta. Pra reformat të mëdha, punë e mirë, reagim për shkak të kostove. Hila? Unë nuk e shikoj në këtë këndvështrimi si që shikon zoti Qili, unë e shikoj më tepër si një mangësi të opozitës e cila nuk është në gjendje të koaguloj gjithë pakënaqësitë që janë grumbulluar. Për sa i përket ligjit të administratës publike, ne kishim një ligj shumë të mirë të administratës publike, i cili me këtë rishikim që u bë e nxori komplet jashtë funksionit atë që neve jemi mësuar ta quajmë civil servant, sepse në qoftë se dikur shteti të hiqte nga puna dhe ti fitoje në gjyq, kishte të drejtë që të merr një rrogë derisa të riktheni në punë. Me mënyrën e re se si u bë, është bërë që ti ikën nga puna, merr vetëm 3 muaj rrogë dhe nuk. E qartë, po përpos këtij rasti konkret, domethënë ka një reaksion, domethënë është perceptim sipas teje? Meqense më thatë që ti bëj oponencën zotit Qili, sepse kam mendime të kundërta. Për sa i përket kundërshtisë që ka ndaj qeverisë në segmentet të caktuara, është ajo pjesë socialiste e cila e kundërshton për shkak të mosmbajtjes së premtimeve që u bën në program. Neve kemi partitë të cilat as i referohen fare programit mbasi marrin votën e popullit dhe thotë unë kam vullnetin e sovranit, në një kohë që vullnetin e sovranit e kanë marrë për një program të caktuar. Dhe them që deri në këtë moment nuk dim që a ka Rama të drejtë dhe popullit i ka pëlqyer kjo sjellje e Ramës, apo zgjedhjet do vërtetojnë diçka tjetër. Po vërtetuan zgjedhjet lokale, kishte një lloj konfirmimi. Në Dibër? Jo në Dibër, jo, në 2015. Në 2 vjet me 2015 kishte një farë konfirmimi. Përveç rritjes së opozitës. Atëherë, Rama, nëse marrim shifrat e KQZ-s, në zgjedhjet lokale ka një rënje, Partia Socialiste, thesin e 1 milion që tu përpoq ta mbushte me partinë e Nardnokës, me partinë e Bamir Topit edhe të tjera që bën një 230.000 vota. Partia Demokratike pati një lloj ngritje, po për shkak të krizës identitetit. Megjithatë të bëjmë dakord që zgjedhjet lokale nuk janë një tregues domosdoshmërisht apo jo i humorit elektoral të zgjedhjeve parlamentare. Sepse të gjithë ishin në narkozën e 2 vjetëve të hajde thanë, duhet bërë reforma. Tregon që reforma mbas 3 vjetësh nuk funksionon. Drejtanisht jemi metodik. Ajo që thash në pjesën e parë është që ka një kundërshtim të larushishëm, me një lloj larushie, të cilat shpeshherë janë gjëra të kundërta. Shumë kundërshtia gjithmonë, e larmishme. Ke kundërshtime të ambientalizme, në gjithë botën nuk e kalojnë 5%. Po marr në Gjermani, të gjitha këto i koagulon opozita ose një lëvizje re politike, e cila ende nuk, sepse opozita ka problemin e identitetit dhe të krizës së saj, ndërsa lëvizja re politike është pak e vështirë të dalë në këtë Edi Ramës është pak kohezion, këtë do thoja unë. Pra, nuk ka një shumicë kundërshtuese ndaj Edi Ramës, ka grupe të ndryshme të cilat janë për arsye krejt kundërta në disa raste. Peza, kundërshtoheni nga brenda, siç u treguam nëpërmjet materialit ton, nga element veçantë, dikur miq dhe të afërt kryeministrit, por edhe nga jashtë, nga grupe interesit ndryshme, nga opinioni publik. E ndjeni të frym negativiste ndaj qeverisë, apo është thjesht perceptim, pyetja është njësoj? Është një kundërshtim më shumti virtual dhe nuk, jo vetëm brenda që nuk ndjehet, por nuk ndjehet as në realitet, sepse do të kuptojmë një gjë që nëse
ka një frymë vërtet, ka që kundërshtuese masive në realitet e kështu me radhë, e para gjithmonë që duhet ta muhasi, që ta preki, që ta menaxhoj, që ta orientoj, që ta maksimizoj, është opozita. Fakti që opozita ka muaj që nuk bën asnjë protestë, qoftë vetme për një çështje ose një çështje të caktuar, dhe ku që kanë gjithë të çështje kaq shumë ndaja, që krijohen kaq shumë kundërshti, dhe që opozita që nga aq shumë e dashur me ne sa mos e shfrytëzoi asnjëherë. Pra, gjykoj që e gjitha është për shkak të një revolucioni që ka ndodhur në jetën shqiptare, nga penetrimi në një masë shumë të madhe dhe në një kohë shumë të shkurtër të internetit, të rrjeteve sociale, të Facebookut, të Twitterit dhe të gjitha atyre elementeve të cilët krijojnë në shoqëri si jona disa ndryshime, disa ndryshime në rendin logjik historik dhe tradicional të mënyrës perceptimit të qeverisjes dhe të kundërshtimit ndaj saj. Për sa i përket reformave, do doja të thoja që reformat sa më thella të jenë, aq më shumë kundërshtim të këtij lloji apo edhe llojeve të tjera mund të krijojnë. Për shkak se rikujtoj këtu në historinë moderne e viteve të fundit, për shembull që Margaret Thatcher, që konsiderohet si një nga kryeministrat më reformatore pas luftës së dytë botërore në një demokraci si Britania e Madhe, me qeverisjen e saj dhe me reformat e saj të thella strukturore të tilla siç ne po i synojmë në kontekstin dhe në aktualitetin shqiptar, provokoi në shoqërinë britanike shumë protesta shumë herë më të dëmshme. Mbani mend protestat e minatorëve, të taksistëve, të grupeve të ndryshme të interesit dhe kështu me radhë. Ne, gjatë këtyre 3 viteve, si mazhorancë, kemi mbështetur, kemi realizuar dhe kemi votuar dhe jemi duke implementuar disa nga reformat më të thella që nuk guxoi dot asnjë qeveri gjatë këtyre 25 viteve që jo vetëm t'i bënte, por as dhe t'i mendonte, siç janë reforma e ndarjes së re administrative territoriale, reforma e pensioneve, reforma e drejtësisë, reforma e arsimit. Ja, reforma në letër, tha ish-kryeministri Berisha javën e kaluar. Janë ende në letër derisa të zbatojnë nuk quhen reforma. Thjesht por i sjell këtu opinionin e tij. Por të gjitha këto janë të tilla që po bëjnë realisht një shkundje të sistemit, derisa edhe vetë nga opozita brenda po artikulohet që gati po themelohet një republikë e re, për nga cilësia, sasia dhe thellësia e bërjes së reformave. E ka deklaruar opozita këtë? Element të opozitës. Zonja Duma? Po, ne kemi deklaruar që po bëhet një republikë e re e krimit. Këtë e kemi deklaruar dhe po e deklaroj prapë. Por refuzoj totalisht të vijoj këtë logjik që nisi, e cila ka të bëjë me shije, aroma, larmi, spekulime, thuhet larmi e madhe kundër shtit të mëdha, thuhet në këtë tryezë që flitet për mbajtje ose jo premtimesh, për bërje ose jo reformash, 7 herë përmendet opozita dhe gjendet përsëri opozita, gjëja që duhet justifikoj ose duhet argumentoj nëse qeveria ka bërë reforma apo s'ka bërë reforma. Spekulimit i mëkatshëm do ta thoja unë, të thuash që sepse ka reforma ka kundërshti. Po pse kur ka dështime çfarë ka? Pranueshmëri? Ka dështime, ka kundërshti. Ka dështime të mëdha kudo, ka kundërshti të mëdha kudo. Nuk është realitet virtual, jo, po jeton qeveria një realitet virtual. Dhe djallëzia e këtij momenti është që nëpërmjet uzurpimit me kosto të jashtëzakonshme të faturave, me absolutisht afera korruptive, përsa i përket pothuajse pjesës më të madhe të mediave, ajo që po ndërton për shqiptarët është realiteti virtual. I ka të kurrur shqiptarët mendjet, psikozat e tyre, të shikojnë një herë ekranet që kur këtej ndodh krimi, Rama shkon dhe mbledh 2000 polica ke black boxi atij afër qendrës dhe krijon 2 realitete. Ky është realiteti virtual ku jeton sot qeveria dhe sigurisht po ti je në pushtet nuk e kupton se çfarë po ndodh. Por çfarë është ndërtim, që vin te argumente konkrete. Absolutisht të gjitha. Unë nuk gjej dot absolutisht sot as edhe një të vetme që ka aktualisht arritje. Po e gjetëm dot në këtë tryezë dhe po pati mundësi ndonjëri nga kolegët dhe miqt këtu edhe në planin profesional të më thotë se cila është arritja konkrete,
arritja Atëherë bëj konkrete, një pak. atëherë jemi këtu. Bëj një pak, më fal vetëm një minutë. Një minutë. Nëse do flasim për reforma, ju lutem, se mos Do merrni fjalën më një herë, do transmetojmë vetëm një material të shkurtër, rreth 60 sekonda, për të kujtuar televizionistët cilat janë reforma për të cilat po flasim. Dhe më një herë do ta vazhdoni. Po, do ta vazhdoni më një herë ju. Dhe cilat janë premtimet në cilat unis. Sepse gjëja e parë që diskutohet një politikan, kryeministër apo qeveri është si unist, kontrata me qytetarët. Pastaj vazhdojmë materialin, dhe do dalin që ajo e kundërta pas ka qenë. Do ta rifilloni. Kalojmë te materiali. Kur kanë kaluar më shumë se 3 vite në krye të qeverisë, kryeministrit Rama mund t'i bëhet një bilanc i punës së tij dhe reformave të ndërmarra në vend. Vetëm pas pak muajsh, Rama dhe ekipi i tij do të dalin përpara qytetarëve për të kërkuar një mandat të dytë, duke u bazuar mbi të gjitha në disa arritje që sipas kryeministrit janë më të mëdha të kryera në 25 vitet e fundit. Një nga reformat e para të qeverisë ishte ajo për vendosjen e kontrollit mbi territorin dhe prishjen e ndërtimeve pa leje. Me një gjë bien dakord pothuajse të gjithë. Ka filluar të vijë era shtet. Një tjetër reformë e rëndësishme e mbështetur shumë nga kryeministri ishte dhe ajo në energjetik dhe pagimin e faturave të energjisë elektrike. Kjo ishte një nga reformat ku kryeministri përdori më shumë se në çdo vend tjetër fjalën burg. Unë s'kam asnjë kompleks të përdor fjalën burg. Reforma territoriale që ndan vende në 61 bashki nga mbi 360 të tilla ishte një tjetër reformë e rëndësishme, ndoshta nga më të mbështeturat në vend dhe ndërkombëtarisht. Nga ana tjetër, reforma e cila hasi kundërshtim të madh ishte ajo për arsimin dhe kryesisht ligji për arsimin e lartë. Ne nuk mundet më t'i trajtojmë nxënësit dhe prindrit si klientët e Sudrës dhe të VB Alimuçës. Padyshim që një nga reformat më të rëndësishme mbetet ajo e drejtësisë, reformë kjo e kërkuar me ngulm edhe nga ndërkombëtarët. Megjithatë, për ish-kryeministrin Berisha, drejtësia por edhe reforma të tjera që mund të konsiderohen arritje nuk janë gjë tjetër veç se reforma në letër. 4 vjet në pushtet. Le të thonë se cila është vepra e tij konkrete. Reforma në energji, ndërtime, reforma në energji sot të reforma në drejtësi. Sot janë letra. Gjërat e pas batojë letra e vdekur. Por kryeministri do të dalë përpara votuesve edhe me detyrimin që të shpjegojë se pse një nga reformat më të rëndësishme të programit qeverisës, shëndetësia falas, është ende shumë larg implementimit, edhe pse Rama në mjaft raste ka deklaruar se puna e tij quhet e përfunduar vetëm pas mbylljes së plotë të mandatit. Kjo është një karelat për të kujtuar në rrugë të shikues reformat me cilat filloi dhe vazhdoi ky 3 vjeçar qeverisës. Janë reforma të rëndësishme apo jo, strukturore, sistemike, si thotë Çili. Boll metalli. Me shqiptarët boll metalli. Qofse ju do vazhdoni thoni që ajo që është përpjekur të jetë forcimi i ligjit ose dhuna me emrin ligj që nga reformë, unë nuk e pranoj më që të vazhdojmë me këtë terminologji evazive, me këtë fjalë evazive reformë. Kush është reformë? E mbaruat me reformën territoriale? E mbani më se çfarë u tha për reformën territoriale, që në fakt ishte dokumenti i parë me të cilin Rama ka ardhur qartësisht në pushtet. Reforma territoriale, jo për rastësi, ishte dokumenti që kishin gati dhe kishin lobuar fort dhe me komunitetet tjera, dhe reforma territoriale e cila nisi me shumë pak se 60 bashki, ose 61, në fakt edhe ki 61-shi rapre e asaj që ishte dopsisë Ramos, si që tregoj Rama kudo, që një variabilitet midis gënjeshtrës dhe dopsisë vetë, midis aftësisë dhe pa aftësisë dhe gënjeshtrës vetë, shkoj të 61 bashki për të kënaqur politikisht. Disa aleat vegjël sepse ju e dini, që Rama ka ardhur në 2013 në pushtet, pas një votë të rritur Partisë Socialiste, me një koalicion të 1 prillit, për të cilin u quajt diku dhe njëri u analizën e Partisë Socialiste e bërë një moment tjetër, po duhet bërë territoriale apo jo me që jemi? Reforma territoriale, e cila u tha, ja ju a themon se si duhet bërë, e cila u tha fort, që do të kursente rreth $80 milion në shpenzime, nuk është opozita, por është edhe opozita, sepse nuk dua ta bëj vetëm politike, por tashmë duhet ta bëj praktike, konkrete dhe objektive. Shikoni se si është sot kudo rezultati i reformës territoriale. Së pari, nga pikpamja politike dhe elektorale, ne e kemi quajtur jo territoriale, por elektorale reformën, për të dalë një kandidat fitues, dhe ai spekulimi këtu ishte i keq. Ja ju lutem. E kemi thënë plot herë. Po ju e bojkotuat reformën. Nuk shkuat atje në Tryezë që ti thotë. Do ta mbyll unë dhe nuk do t'ju ndërpres. Jo vetëm kemi shkuar, kemi thënë dhe variantin tonë, por nuk duhet të them të rezultati se nuk jeni në vitin e tretë, jeni në vitin e fundit, sepse në janar fillojnë zgjedhjet për disa arsye, ashtu.
Tani, reforma territoriale bëri të mundur një gjë, që një kandidat i djathës, i opozitës, i koalicionit të opozitës, të vinte në pushtet me 250% të votave që erdhin kandidatit majtës. Merrni shifrat dhe lexojeni se s'do ndaloj aty. Dakor, është analizë tjetër. Nga pikpamja politike, ju lutem mos ndërprerni zonjë Vasili. Nga pikpamja statistikore, jemi thelbësor dhe konkret, ju lutem. Statistikisht, një bashki e djathtë është fituar me 250% Se ka një hipokrizi, është kjo hipokrizi opozitës që flet për këtë reformë kur e bojkotoi këtë reformë. Për t'u qante ka shumë zemra, shkoqet atje dhe merret tjetër gjë. Po e bojkotoi komisioni smor 10 milion i do të fitohen nga fakti i shpenzimeve të ulura. Shikojeni sot rezultatin, pas 3 vite e gjysmë. Shikojeni se çfarë do. Gjithë qendrat urbane të rilindura. Reforma territoriale nuk mundi të shkurtonte të paktën 25.000 persona në staf. Dhe së paku dhe 8.000 punonjës janë shtuar. Ju lutem shumë. Sot kemi një rezultat në cilën, si pas Ministrisë Financave, shpenzimet vjetore për paga janë rritur me 35%, shpenzimet kapitale janë ullur me 41%, dështore do ta marrë, të ndërhyjë shpenzimet për paga, ulen shpenzimet kapitale. Unë duhet jap një të drejtë Gridës për një aspekt dhe ta kundërshtoj në fundament, po është e vërtet Grida që Rama në vullnetin e tij për reforma, ose kjo qeveri më saktë, ka çeduar dhe shumë gjëra ka bërë kompromise. Unë nis me 36 vajti 61. 36 duhet i kishte bërë, ose 40, por jo aq sa duhet ishin. Pa 36 dhe pa 61. Duhet kishte ulur shpenzimet për paga, siç premtoi. Po që se duhet edhe mund të shtoheshin paga, s'është ky diskutimi. Dhe nuk e bëri. Shqipëria ka, pavarësisht me 36 apo 61, duhet administronte territorin më mirë. Shqipëria ka sot një hartë të re territoriale tmerrsisht më funksionale se më parë. Pavarësisht me 36 apo 61. Ka një pushtet lokal shumë modern se më parë. Zero. Mund ta kishte edhe më, po shumë tepër se më parë. Më thuaj një fakt. Më thuaj një fakt. Po, Zoti Qili, më thuaj një fakt. Kryeministri në shumë prej aspekteve nuk është treguar plotësisht i vendosur. Ka bërë shumë kompromise rrugës, gabim ka bërë. Cilën? Çfarë ka bërë? Po çfarë ka bërë? Përveç se çfarë ka bërë. Ne do të diskutojmë produktin konkret. Ne do të diskutojmë thelbin. Më thoni çfarë ka bërë produktin konkret. Unë kam renditur këtu një 11 reforma, kështu i kam sistemuar sipas meje. Mund të përshkruash gjithë fjalët e bukura. Unë them që 7 prej tyre ai ka afrontuar drejt. Unë po ju them thjesht 25.000 punonjës të shtuar, 35% të shpenzimeve të shtuara. Nuk diskutojnë detaje se nuk jam... Ti do diskutosh se s'bën në detaje, se e grupi interesi. Nuk jam as specialist. Dhe sepse i po imponon shoqërisë të flasë për produktin. Për grupin tim të interesi diskutoj, për grupin e tjera jo. Duke qenë etik dhe duke folur për produktin dhe në emër të grupeve të interesit, duke pranuar me grupet e interesit të ulemi të flasim për produktin, duke qenë si grupim politik, duke folur për produktin, unë kërkoj që ti të flasësh për produktin. Nëse do të flasësh për letërsi, nuk flasim do të kështu. Po ju them me njërë tjetër. E nderuar konduktore, mund stabilizojmë 3 terma? A kush janë? 3 terma janë. Kush janë? Termi parë është ky. Është reformë në drejtimin e dur, edhe pse mjaftueshme ose pa mjaftueshme. Termi parë. Është reformë, mirë apo jo? Jo, nuk është reformë. 2. Është reformë është një minutë. Është reformë e natyrës sistemike. Pra që themelon sistemin, na nxjerr nga punizmi, centrizmin e pushtetit. Që sot më shumë se sa dje. Po, pushteti lokal në Shqipëri ishte një ndarje puniste që e kooperativave bujqësore të vitit 92. Okej, mos afokusojmë vetëm territorial, ja, sepse bëhemi dhe ç'është puniste. Termi parë. Ç'është puniste? 10 tema në Shqipëri. Ju lutem. Që 60 bashki sot kanë centralizim të plot. Ka akoma. Centralizim të plot nuk ka akoma. Rama kontribon më pak se tjerët në punizëm. Nëse atëherë ishte fondi i rajonit, të stabilizojmë termat. Asgjë s'po stabilizojmë. Bëjmë një pakt fjalë, dakor. Bëjmë një kontratë, bëjmë një kontratë çfarë janë të mjaftueshme apo jo? Jam dakord me Gridin që nuk janë të mjaftueshme, do të shkuar shumë më thellë. Dhe janë reforma të sistemit. Këtu më dakord. Në realizim është temë tjetër. Mua sqaroj dhe pozicionin patjetër, sqaroj dhe se ka kohë për realizim. Ka kohë? Është konceptimi, pastaj realizimi, asgjë nuk bëhet shpejt. 20 vjet për një gjë e cila ka shkuar mbrapa. Çfarë më intereson si grup interesi, edhe po themi si një vëzhgues i jetës publike bashkuar me këtë. Më intereson që ti vlerësoj këto 10 tema kryesore: energjinë, pensionet, arsimin e lartë, kontrollin e territorit, formalizimin e ekonomisë, administratën publike, reformën drejtësisë, shëndetësinë, taksën progresive dhe etatizmin, t'i vlerësoj nga një kënd që janë të sistemit apo jo. Po futemi në sistemin kapitalist ku jemi, pastaj janë më të djathta, më të majta, është një temë komplet tjetër. Unë them që 7 prej këtyre i kam renditur dhe mund t'i argumentojnë detaje, prej ashtu 3 që na lënë akoma jashtë sistemit,
taksa progresive, shëndetësia falas dhe një administratë fryrë ose një frymë etatiste janë 3 defektet në thonjza sistemike, po flas dhe njerë sistemike, sepse unë nuk merrem as me krimin dhe korrupsionin, sepse është sistemi drejtësisë për atë gjë. Nuk më intereson sot në këtë diskutim, mund të merrem për një formë tjetër. Nuk merrem as me faktin që është implementuar mirë ose keq, do kohë ose nuk do kohë. Përsëri jemi në një debat normativ. Janë reformat e dura, në kohën e durë, moment e durë, po thoni ju. Pastaj se si do të realizohen? Ata mund të degradojnë rrugës, Rama mund të kompleksohet, si që kompleksohet. Mos e përmbledhni ashtu, po thotë që ka nisur sa gjëra në letër. Dakord, ai vetë po them të Duma. Eni më përmbledhi shumë mirë. Në letër. Përfaqëson mendimin tim. Po. Ka nisur sa gjëra në letër. Dhe këto gjëra në letër nuk dihet fare se si e kanë sot rezultatin. Nëse do mbahet këtu pozicioni që çfarë është prodhuar realisht, unë jam e gatshme të diskutoj dhe për sektorin privat dhe për sektorin publik me të njëjtën etik. Në qoftë se do diskutojmë këtu që si sektori privat dhe përfaqësuesi grupit interesit na thot që për publiken unë diskutoj në letër, por për interesat e mia unë diskutoj në produkt, kjo është hipokrizi e bisedës dhe nuk e tejkalohet me mua. Jo, nuk thash logjika është kjo. Reforma territoriale dhe ndalohet aty dhe lëri 7 dhe 11. Reformën e grupit tim të Reforma territoriale, çfarë prodhoi? Rikthehemi ekonomik, rikthehemi në tema bazë. Rikthehemi në tema bazë, ju lutem. Qofse po flisni për konkurrencë, jo, ke drejt. Qofse po flisni për shërbim, e ka zhdukur. Qofse po flisni për regjim të buxhetit që të kursej, e ka zhdukur dhe po shpenzon më shumë. Qofse po flisni për mirë administrim, është dështim. Më thoni një të vetme që reforma territoriale sot ka realizuar. Ka thot peza. Duhet 400 njësi apo 600? Cili? Duhet të mirë administrohet me 400, me 60, me 36, duhet të mirë administrohet edhe ne po keq administrohet, do bëjmë debat. Duhet të kursehet dhe po shpenzohet. Duhet të ketë investime dhe po ka shpenzime. Duhet të ketë decentralizim, sepse keni folur juve si grupi interesi për decentralizim dhe konkurrencë, po ka centralizim. Ju lutem. Me tavani ke sot. Na shkruani në Eni Vasili Studio Hapur. Na shkruani në Eni Vasili Studio Hapur. Shikoj që keni filluar dërgoni mesazhet tuaja, do i lexojmë pas pak. Peza. Unë i marr për sa i përket produktit, lexojnë edhe pjesën tjetër. Për sa i përket produktit konkret të prekshëm të reformave, nga pikpamja ekonomike, mund të them që kemi një rritje ekonomike të certifikuar edhe orët e fundit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar të qëndrueshme, ku vendi po ecën i sigurt dhe në rritje, me një rritje në terma deri në 3.5%, që do të thotë 3.5 herë më shumë se sa 3 vjet më parë kur e morën pushtetin. Nga pikpamja sociale kemi arritur që të garantojmë mundësinë për rritjen e pagave dhe pensioneve në masën 10% për pagat dhe 3% për pension, jo indeksim. Nga pikpamja e asaj çfarë nena ka munguar si mall gjatë gjithë historisë tonë e imazhit, Shqipëria katërcipërisht ka ndryshuar dhe po ndryshon dhe do të ndryshojë në ritmin e reformave, por jo vetëm. Një imazh që ka qenë ndër vite, nuk po marr as kur ka qenë Saliu, as kur s'ka qenë Saliu, por si histori, e tillë që këtë vit dha shenjat e para të një bumit të mundshëm në një nga industritë e pashfrytzuara mirë potencialisht që kemi, industrinë e turizmit, ku kanë ardhur 20 deri në 30% më shumë të huaj gjatë sezonit turistik dhe investimet edhe të kapitalit vendas, edhe të huaj në këtë sektor, por edhe infrastruktura, stabiliteti politik dhe shumë elementë të tjerë, jam i bindur që do të krijojnë dhe kanë kriju premisat për një bum në vitet e ardhshme, dhe nga ana tjetër, për shkak të gjithë këtyre reformave, ky vend po ecën sikur më parë dhe është më pranë se kur një nga hapave dhe një nga momenteve më të rëndësishme të procesit të integrimit. Pasi kanë qenë parakusht për ta bërë këtë hap. Kështu që gjykoj që janë shumë të prekshme gjërat dhe nëse ne duam t'i shikojmë dhe duam të flasim në terma konkret, kjo është fusha, këto janë provat, këto janë argumentet, po deshet vazhdojmë të shtojmë dhe në këtë mënyrë ne mund të diskutojmë diçka tjetër. Apo ecin me ritmin e dur, a mjafton rritja ekonomike 3.5%, a duhet bërë më shumë se 10% rritja e pagave dhe pensioneve, a duhet bërë kjo më shpejt, a duhet jo 3 stadiume
të reja, apo 4 stadiume të reja, apo duhen 5, apo duhen 60 bashki, apo duhen 28, apo 74, e kështu me radhë. Kjo është një histori tjetër. A duheshin bërë fillimisht rilindje urbane gjithë qendrave të gjithë qyteteve të Shqipërisë në 3 vjet, po duhen bërë edhe të gjithë fshatrave? Kjo është histori tjetër. Hajde të diskutojmë. Një deputet si zoti Peza, që ka prestigj personal, ka integritet, do duhet marrë këtë kosto të kësaj këshu apogjeje mashtruse dhe të dalë para njerëzve dhe thotë këtë. Më vjen keq. Po më thuaj një element nga ato që thash, që të duhet mashtruse. Rritja ekonomike nuk është 3,5%, rritja e pagave nuk do të jetë 10%, që ardha e turistëve tuaj nuk është 23%. Kjo përqindje është një nga përqindjet e ulta të rritjes ekonomike të Rritja Shqipërisë. ekonomike? Po ja morëm 0,9%. Po ti e di shumë mirë, që ka pasur dhe 6,9%. Po ti e di shumë mirë, dhe duhet ta dim që gjithu dhe e di shqiptarët, që mund të ketë rritje ekonomike, por kjo nuk shkon tek xhepat e shqiptarëve, po shkon ke xhepat e 3 vetëve. Po ti di shumë mirë sot që ke kudo biznese që falimentojnë me nga 3.000, me nga 4.000 që nuk janë të mijat, janë tuajat si përgjegjësi, ti e di shumë mirë që mund të ketë edhe rritje 10%, por nuk shkon kur ke xhepat e njerëzve dhe qytetarit për cilin e ke marrë në qeverisje, po shkon ke 3 veta. Këtu më shpjego mua, ti e di shumë mirë që taksa progresive ka goditur pikërisht ata njerëz që paguajnë taksa dhe jo ata të tjerët, që taksa progresive që ti e njeh kaq mirë sa unë, siç është kërkesa oferta, ndjekja e ritmit të tregut, e ritmit të rritjes zhvillimit, është bërë oligarki. Dhe ajo që ishte turp që i thonë shqiptarëve që po hapin vende pune duke hapur call center, por sot ka arritur që jo ajo që është turp, sepse kjo ekonomi meriton më shumë se kaq. Se kjo ekonomi meriton më shumë se sa fason dhe call center. Se kjo ekonomi meriton që ai që studion juridik atje, mos shkoj të bëj përkthyesi. Dakor, gjithë shqiptarët mund të meritojnë nga $1 milion sonte, por çfarë do të thënë kjo? Më e keqja më e vogël. Por dhe kjo u kthye në oligarki. Sot 3 call center përballojnë sot dështimin e 500 të tjerëve. Kush është filozofia të kenë turp njerëzit me shku me punu? Jo, të kesh turp që ta zbresësh kapacitetet profesionale në përkthyese. Të kesh turp të zbresësh kapacitetet profesionale në kamarier. Në Parlamentin Evropian punojnë 2.000 përkthyes, pse i vjen turp atyre që janë? Më vjen turp që të vit turp, Kurëzidhja e vetme është ty personalisht, ose të pak të shqetësuese, që nëpërmjet këtij sistemi taksash është duke falimentuar për ditë një pjesë të 3.000 thot këtu. 3.000 thot vetëm 6 mujorin e dytë. Doni t'u atë citoj? Se ju s'po flisni për produkte, po flisni për letërsi. Sot, regjistrimi në 8 muajt e parë të 2016-ës, në total janë 3.000 biznese, nga cilat 82 biznesi vogël, 13 biznesi vogël me TVSH, 5 biznes i madh. Keni këtu digjitale. Kundër taksës progresive Grida, po çdo bëj dritani do marrë pjesë. Që po shkatron shtresën e mesme të kësaj shoqërie. Që taksa progresive ka një rol tmerrsisht negativ në ngadalësimin e motorit klasifikimi dhe këtë doni ju. Po, do ta marr fjalën në këtë protestë. Do të jemi konkret Grida dhe do të flasim. Do të jemi konkret. Kërkove par kondicion. Do t'ju them për çfarë banka botërore ju ka vënë në vend. Propagandë për propagandë dhe propagandë të zezë nga një seli blu këtu nuk bën, është kundërproduktive. Jo propagandë, po ju keni 2 ditë që hiqni transmetimet për denoncimin edhe të medias ku ju dikur keni bërë pjesë. Shiko, vetëm mos e hapa të pjesën e asaj media se kudo mund të ndodhi, po në atë media jo. Jo, s'fola për cilën media? Për median tërësi po them. Që dolën sot konferencë shtypi. E keni parë sot? E keni parë dje ndërprerjen e denoncimit? Ju kam për detyrë t'ju ndjek. E keni parë dje edhe koleg. Ndërprerjen e denoncimit? E keni parë sot Balkan Insight që shkruan pikërisht për media të cilat po dhunohen, se po shkruan opozita? Shiko, për një gjë bin dakord që jo për meritën tonë, po për shkak të revolucionit teknologjik, të medjave online, për shkak të atij revolucionit teknologjik, të shkak të revolucionit të medjave online, që kryeministri të qëndroj 4 orë live dhe qytetarët shqiptar janë më të lirë se kur më parë ta thojnë të vërtetën e tyre kudo. Sepse çdo person është pronar sot i një media. Çdo person sot është pronar i një media. Sepse Facebookun e ti, Twitterin e ti, mund të hedhi lajme, komente, foto, video dhe të bëjë çdo. Dhe sot dhe dje, denoncimet për pikërisht për media ku ju aderoni,
Sot janë mbyllur. Nuk ju ngushëllon, nuk ju ngushëllon. Nuk na ngushëllon. Qili, lutem, kam një publicitare, jo, për të vendosur pak edhe qetësi në studio. Po të keq zbatuara. Me njëherë pyetja në pjesën e dytë e merr fjalën Hila. Kalojmë në një hapësirë publicitare, cilësohet pak situata. Rikthehemi live në studio hapur, fakt të fjalën e ka. Sëra e kësaj bisede, para se të shkoj dritanit, ja vlen që të jemi pak më metodik. Të diskutojmë, kur diskutojmë për konceptimin e reformave, të themi gjërat që kemi për të thënë, dhe pastaj kur diskutojmë për zbatimin është një gjë tjetër. Unë them që jemi gjithë njerëz të katër, njerëz të një niveli mjaft respektueshëm dhe mjaft lartë. Këto 2-3 përzierje metodike s'kemi pse i bëjmë. Hila, sidoqoftë, qëndrojmë tek tema bazë, pavarësisht se edhe sugjerimi i Qilit nuk është sugjerim i keq, po shikoj edhe kontributet e qytetarëve në faqen tonë Facebookut. 3 gjëra e penalizojnë, thot kryeministrin, arroganca, hashashi dhe plerat që kanë vënë kapak gjithçkaje. Pak a shumë janë shumë teleshikuesët që në fakt i përmendin këto 3 elementë duke harruar reformat. Janë më dominante? Importi plerave nuk është reformë. As arroganca nuk hynte në të reformat. Ajo që po them është që asnjë qytetar nuk flet për reforma, po flet për hashashin dhe arrogancën. Do votohet nga shqiptarët. Unë mendoj që 2 janë problemet afatgjate që do t'i lihen këtij vendit. Është problemi i hashashit, i cili është një strategji ekonomike e kësaj magjorance e filluar nga Kosho Kogllima. Kam qenë i pari që e kam përmendur në këtë studio. Tashi u kujtuan ta përmendin. Gjëra fjala je kundër apo je pro? Absolutisht kundra. Një shtet serioz e koncepton ekzistencën e tija. E koncepton ekzistencën e tija. Po një majt e vërtet? Do të vjedhe aty. Një shtet serioz e koncepton ekzistencën e tija mbi bazën e disa parimeve morale. Dhe një ndër parimet morale të shteteve moderne është luftë përhapjes masive të drogave, se nuk kemi të bëjmë. Një majt, për të ardhur të pyetja e zotit Qili, e majta ka shumë nuanca, simbas çdo vendi, sepse për ndryshe do mjaftoheshim të qeverisëshim nga internacionalja socialiste. Një majt ka karakteristikat e vendit vet. Dhe në kushtet e Shqipërisë, se majta shqiptare nuk e ka marrë votën për të vazhduar kultivimin e hashashit, për ta përhapur, por e ka marrë votën për represion kundër përhapjes së drogave, i cili filloi shumë mirë me Lazaratin dhe ka degeneruar rrugës. Ndërsa përsa i përket importit të plerave, unë do t'isha shumë dakord që në qoftë se do diskutoj për plerat, të diskutoj në sensin hajde ngrem edhe një inceneritor, ne nuk përpunojmë do 83% të plerave, nuk i ndajmë do të që në origjinë, por edhe ndarja që në origjinë është diçka që nuk e bën dot as Gjermania, deri në 40% harin Gjermania, 60% të tjera i djeg. Hajde diskutojmë për një inceneritor. Do bëjmë një inceneritor që do djegë 83% të plerave të shqiptarëve dhe krahas kësaj do fillojmë edhe seleksionimin në origjinë. Se kapim Gjermanin, me që e kemi kapur në fushat të tjera. Problemi është importi tyre me duke shkelur një premtim elektoral dhe pastaj duke thënë që ka nevojë industria përpunuese, se i bie që në qoftë se neve nuk po na ecën industria fasonëve të këpucëve, na detyroi të gjithë të blejmë këpucë nga industria fasonëve. Kjo është më pasens e rikthemi temën bazë. Po bëhen reforma apo s'po bëhen reforma? Në përfundim, ilustrimet kanë debat pafund. Parimore pra, kjo është parimore e praktike. Përsa i përket plerave, do më thënë jemi jashtë fushë komplet, është thjesht një marrëdhënie klienteliste. Flasim për reformën. Në qoftë se flasim për reformën territoriale, një ndër gafat më të mëdha të opozitës ishte mosprania në këtë reformë. U bë shumë mirë që u rrit në 61 bashki, unë do t'isha për më tepër sepse përndryshe i humbet elasticiteti pushtetit lokal. Neve kemi një Tiranë e cila fillon në Shënmëri dhe përfundon diku nga Vora, kemi pash hartën elektorale tuaj, kemi një Shkodër që fillon nga Vermoshi dhe për të zbritur në Shkodër duhet të zbretësh me gomar, makinë, ecje në këmbë dhe ndonjëherë me kanoa kur ka përmbytje. Pra reforma ka bërë Rama. Ka bërë reforma, a do tjetë efektive, unë sot bisedova me një gazetar që merret pikërisht me këtë çështje dhe tha, ende nuk kemi aktet në ligjore që kjo reformë të jetë efektive. Megjithatë, le të shpresojmë se do ecim më vonë. Nuk quaj reformë aktin represiv të mbledhjes energjisë elektrike, nga një majt unë pres që të ndaj shtresat se si janë,
kush ka nevojë për një llampë dhe s'ka mundësi të paguaj, asaj i paguhet ajo energji elektrike. Krijimi i tregut energjisë në reformë. Po nuk ka Të mblidhen, Cili treg energjisë? të dalit çmimi i vërtet, pastaj të subvencionojmë. Nuk është bërë Do futemi në kapitalizëm apo jo? Do ta bëj. Është bërë, mo. Po pse nuk është futur Italia në kapitalizëm? Nuk është futur Franca në kapitalizëm? Nuk më impresionon. I kanë të gjitha ente shtetërore, më zotin. Me Italinë, me Francën, sepse kanë shumë sektor duke folur me kapitalizëm. 20 vjet kapitalizëm na jep më të kapitalizmit. Dhe Franca kanë shumë sektor punës. Ata në 150 vjet e kanë shpërndar ti jep mund të kapitalizmi. Italia e tregun elektrik e ka shtetëror gjatë. Franca e ka shtetëror, e di shumë mirë se vjen nga Franca. Nuk na Franca. impresionon me disa vende evropiane që kanë shumë sektor punist. Është botërisht e vërtetuar në literaturën E pse duhet ta bëjmë këtu? Sepse s'kemi mundësi, se duhet ta themelojmë mirë kapitalizmin. Sa mirë pas se ke kjo mundësi. është fatkeqësia e Shqipërisë që duhet të rishpërndajmë para se të prodhojmë. Atëherë unë po do them. Jo, do prodhojmë pastaj do rishpërndajmë. Do bëjmë mirë, do themelojmë mirë sistemin, pastaj do shërojmë plagut. Më lër ta mbaroj idenë time, sepse një majt e cila vjen në pushtet, vjen në pushtet për të ndihmuar edhe shtresat në nevojë, sepse ky vend është bërë dhe për ata pa bukë dhe për ata që kanë. E mban edhe herë e opozitës, e mban Shqipërinë me probleme gangren. Me cilat të vdesin njerëz në përburgje se s'kan mundësi të paguajnë faturën. Asnjë të mos vdesin në përburgje se kanë avokat dhe kanë avokat. Po çfarë duke thënë, po ku ka avokat që të vjen pa 500.000 lekë, më ku ai s'ka të paguaj 38.000 lekë, ti më thua vi avokat me 500.000 lekë. Nuk është ashtu. Në burgje nuk vritet vetja se s'ka drejtësi, vritet vetë për arsye psikologjike, është një temë shumë më e gjerë. Nuk është ashtu. Shikon, në çdo vend të botës nuk të fut njeri në burg për gjëra të tilla. Për shumë të tilla çështarake. Për më shumë se në çdo vend. Për gjë që është vendi më i zhvilluar. Thelbi i diskutimit është ky, është normativ. Ne duhet ta themelojmë mirë sistemin, pastaj ta ajustojmë, të shohim ku kemi vështirësi. Cili sistem do themelosh se po na. Do marrim një temë që është se këtu ka 25 vjet kapitalizëm i egër, jo kapitalizëm. Përkundra, si jemi futur në kapitalizëm. Kjo Ku je është futur në kapitalizëm? Si jemi futur fare? Me thuaj, një. Ku je futur në kapitalizëm? Shëndetësia nuk është kapitalizëm. Po fal, ndihma sociale është 80.000 lekë. E di sa janë matjet që një shqiptar të arrijë gjallë në fund të vitit 150.000 lekë. 2. Tregu energjia nuk ishte në kapitalizëm, ishte një çmim i subvencionuar me idenë që s'kan paguajnë pensionistët e tjerë dhe paguanin për tjerë. Vini këtu informoheni për jam shumë informuar. Jeni zero se ka me dritanin. Po s'ke çfarë kesh me dritanin se kemi me energji, nuk e kemi me dritanin. Ne kemi sistemin. Nuk kemi futur kapitalizëm në raport me ndarjen e funksioneve të shtetit. Kemi ministri që akoma janë si ministri specialistës të Enver Hoxhës, dhe kemi dhe agjensi në krahun tjetër. Është një etatizëm i frikshëm. Edhe ti propozon ta kështu. Elon Veliaj po krijon ndërmarrje të reja shtetërore. Duke të dëgjuar ty po krijon ndërmarrje të reja shtetërore. Dhe bën shumë mirë. Bën shumë gabim, veç privatizohen të gjitha ato që janë. Ai po krijon. Po inshallah nuk merr teoritë tua, po bën shumë mirë që po ngren ndërmarrjen e transportit publik, sepse shteti e ka për detyrë të shkojë me humbje edhe në Tujan, të çojë autobusin edhe në Tujan, të cilin nuk ta çon provar. Janë ndryshe. Të subvencionoj abonen atij që s'mundet, po jo të mbajë sistemin. E ke shumë gabim, po nuk ta japi bursat për shkollë. Ç'abonet do të subvencionoj ku nuk shkon autobusi. Po të pengoj sistemin, nuk kemi futur në sistem, kupton që kemi futur në sistem. Nuk kemi në kapitalizëm drejtësor. Po jo mos e bën njëri, nuk të lejë kapitalizëm të stilit afrikan në mes të Europës. Nuk jemi në kapitalizëm britan. Kjo është çështja. Ke harroje këtë kënd. Kjo është çështja. Harroje Buin teori me hallet e njerëzve se thon flasin për. Po ja ta them unë se ja ta them unë. Unë po ta them zgjidhjen. Ju s'po e zgjidhni drejtani. Me hallet e njerëzve po merresh ti kur ai var veten se nuk pagun do 38.000 lekë. Me hallet e njerëzve po merresh ti kur I thua merr një avokat kur ai s'ka 38.000 lekë. Me hallet e njerëzve po merresh ti kur Eoma dhe Kalamani 5 vjet futen në furgon policie për një pagesë drite. Të lutem. Lëri këto. Kush të paguhet? Po ti sot shkoni merr aty faturën e dritës dhe nuk I ka pyetur asnjëherë që në zonën informale ai e ka paguar qoftë edhe nga pikpamja e tregut. Vet dritat, vet kablon, vet transformatorin, ekonomi tregu është kjo? Ekonomi ku? Me çfarë u mbështet? Atëherë, vim tek sistemi. Vim tek sistemi. Meqense keni marrë përsipër juve flisni për qeverinë. Vim tek sistemi. Ja e konceptojnë gjithë shtetin. Dini gjë ju zotri I nderuar që Ministri të çështjeve sociale. Po, mirë, çështjet sociale ka një tjetër do të kalojmë. Pak social. Të lutem shumë. Po jo, shteti është një pak social që bëhet një lirit. Jo, është pak social. Shteti është për garantuar lirit. Shteti është polici. Këtë nuk e di ku e ke gjetur këtë. Mbrojtja, diplomacia. Të paktën që nga Rusoi thuhet që shteti është pak social, nga pakti social vijnë gjithë këto të tjera. Ju nuk doni që ky futemi në kapitalizëm
Drita, e kam kërësisht me ty. Dhe pastaj brenda kapitalizmit të ndihmojmë disa që kanë nevojë vërtet. Ju lutem. Bllokoni konkurrencën, bllokoni... Vjen me një kontratë dhe thot 8% do ta ul TVSH-n dhe sot e ke 20%. Si shteti është ai që vjen me një kontratë dhe thot do ul tarifën e energjisë elektrike dhe do ta shpërndajë atë drejtësisht dhe sot e ke të rritur 1 herë, 2 herë, 3 herë. Por vim tek sistemi që flisni ju. Ju lutem mos ndërprisni. Energjisë elektrike është bërë shumë mirë ngritur, saçi takon në treg dhe është vetë caktuar paktin politik. Caktuar dhe kompensimin për familjet e varfra. Po flasim për ske as fash. Energjia kushton. Nuk ke as fash se s'di gjë fare. Ndihma sociale. Se ka rrezik që fatura nuk shkon ta paguash vetë. Tu të gjitha ministrit mendojnë si çështje sociale dhe vetëm ajo që i takon nuk mundon. Problemi është tjetër. Ja ju them. Absolutisht. Korporata është forma më e mirë. Ke shumë gabim. Ke shumë gabim. Çështje oligarke. Jemi futur në sistem, do flas në sistem. Ju lutem shumë. Unë ju di partitë të bëra dhe ju jeni për sistemin. Thotë që autoriteti konkurrencës thotë që OSHR vjetëre se çmimi mesatar i blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve është në qershor të 2016-s 45.37 euro megawatt çmimi, ndërsa çmimi i bler nga kesh nëpërmjet marrëveshjes është 27.77. Vazhduar, ju shikoni që çmimi që blihet është 10 pikë ca, çmimi që shitet është 45 pikë ca. Ajo që shikoni juve është që humbjet në sistem nuk janë zbritur, por nga ana tjetër kur kjo nuk shkon në investime, por nga ana tjetër kur kjo nuk ul tarifat. Në cilin sistem jeni futur? Në sistemin e proteksionit, në sistemin e ju lutem shumë. Në sistemin e asaj që këtë vlerë e merr dhe e fut në xhep dhe nuk dihet ku e çon, që e çon në ato tenderat, e çon në ato tenderat që ajo hapun. Atëherë ju pyes juve se kuptoni si grupi interesi dhe si ekonomi. E dini ju sot që OSHE-a, keshi, kanë sot miliarda lek borxh ndaj njëra tjetrës. E dini ju sot që tenderohet gjithandej me fondin limit. E dini ju sot që tarifa është rritur, gjoja e arktimet që ka rritur, por nuk kanë shkuar absolutisht në ulje në humbjeve në cilin sistem jeni futur. As për konsumatorin, as për tarifën, as për sistemin dhe as për operatorët privat. Shtypi lirë dhe sistemi drejtësisë. Jo, flisni për produktin. Për ato që rritet për ditë 12 pikë ca. Se këtu nuk bëhet fjalë për asnjërin që nuk e kupton se çfarë do thotë heqja fashës dhe për asnjërin që nuk e kupton se çfarë do të thotë që kur dikush ta jep votën për 8%, ti ja mban 20%, tallesh dhe sot thua që le të marri avokat. Ktu jemi sot. Sistem. Ndaj njërin vlerësim për njëri tjetrin dhe ajo që vlerësoj më shumë nga ty është integriteti i inteligjencës dhe nuk e besoja që sot të vije me këtë argument i vetmi që ju bën jo vetëm të jeni me turp përpara gjithë shqiptarëve, por është një nga gropat dhe një nga turpet më të mëdha të qeverisjes Partisë Demokratike. Që në këtë varë friti fali 600 milion qezit juve. A mundet? Në këtë varë friti fali 600 milion qezit juve dhe është baro ose të shpjegoj. Ku i keni këto? Me treg, me drejtësi, me njerëz, me çfarë e mbani ju fytyrën drejt me këtë? Një sekond. 600 milion. Po ta themu më çfarë mbajmë fytyrën drejt. Ne mbajmë fytyrën drejt sepse lam 200 ca milion euro borxhe që na kishte lënë në sistem. Një sistem i kolapsuar, një sistem që shkuat dhe bët nga... Keni sot bankën e Shqipërisë ju thot, s'keni asnjë investim. Edhe si e keni sot? Peza. Një sistem që kryeministri juaj shkoi me dosjen sqetull deri në Prag për arsye politike të bënte sa nga ato privatizimet që na sollën atë faturë. Ju çoni ca avokat për t'i falë 600 milion. Ai sistem ku ju e menaxhoni cilin ndërmarrje private të Partisë Demokratike, ku votuesit e Partisë Demokratike nuk paguanin faturat, dhe 50% e qytetarëve shqiptar nuk paguanin, dhe 50% e budallëve shqiptar paguanin atë të mençurve që votonin për partinë tënde dhe që faleshin për të mos u paguar faturat e energjisë elektrike. Dhe për herë të parë është ai sistem, për herë të parë është ai sistem që sot del me fitim. Për herë të parë. Dhe po. Me fitim? Po. Me fitim? Kush del? Ti me fitim apo del shqiptari? Se se di këtë. Del ajo korporat që i takon qytetarëve shqiptar. Del me fitim? Dhe nga mirë menaxhimi që i bën qeveria jonë. Të ulur humbjet? Ti janë rritur humbjet në sistem. Janë ulur humbjet, që janë rritur investimet.
sepse ato telat që kishin që në 71-shin që në elektrifikimin e Enver Hoxhës që nuk ishin ndruar, që janë ndruar anë e banë dhëmë. Ai investim, nëse vjen ke portat e ferrit, prit zjarin, tani, të lutem. Porta e ferrit është për shqiptarët. Porta e ferrit e Partisë Demokratike dhe ju keni sot duhet fisni edhe për këtë çështje. Po këtu hipokrizia s'pas ka fund. Që të flasi Partia Demokratike të na akuzojnë ne për turpin më të madh të 25 vjetëve. Juve shqiptarët po ju jetojnë. Hapu dhe tani. Jetojnë juve shqiptarët. Hipokrizia jeni ju që dilin televizor kur ata ju jetojnë realitetin tuaj. Televizor po dalin bashkë. Dhe po ju them dhe këtë tjetër, është ai sistem që autostradën e transportit të energjisë elektrike drejt Kosovës ju e blokuat një investim gjerman dhe që ju digjet barku edhe për Kosovën, edhe për shqiptarët jashtë kufirit, dhe për gjitha, dhe është ai sistem që do t'jep një kontratën dhe të dalim nga ky debat thellësisht politik. Ju lutem aty ku është premtimi. Kur jemi teknike, dhe unë jam dakord parimore, parimore do teknike. Kam unë një parashkrim. Nuk më impresionon. Dhe për herë të parë që ta mbyll është një sistem që banaçon drejt pjesëmarrjes dhe qenies pjesë e sistemeve ndërkombëtare të energjetikës, drejt gazifikimit vendit, kemi vetëm një vend në Evropë pa gazifikuar. Jo bëni debat tjetër për energjetikën, por ju nuk e doni modernitetin e këtij shteti, sepse doni t'i marrni shqiptarët ashtu. Me gjysma që i paguajnë, gjysma që si paguan. Dhe t'i çoni gjitha ndërmarrjet ngremin. Ose ju rrisni çmimin në mënyrë çfarë pandema. Ne kemi eksportuar energji. Impresionon fare, bile më duket shumë pozitive që ashtu si trupi i sëmur me përdorimin e ilaçe mund të sëmuret çik më shumë, po ama do shërohet plotësisht. Nuk më impresionojnë fare disa kosto sociale të momentit. Se dole dhe te ilaçet. Ky është populizmi që nuk na lë dhe nuk na zgjidh asnjëri problem, na shtyn nga mandati në mandat, nga mandati në mandat. Po, patjetër, disa njerëz, shumë njerëz, shumica atyre të papërgjeshëm, po dhe disa fukarenj, që për cilët me vërtet më vjen keq, duhet i racionalojnë ndryshe shpenzimet më herë dhe të paguajnë energjinë, se jeta është banes, buk, energji, duhet vim dhe ke sigurimi shëndetësor. Patjetër, të ristrukturohet ky model jete në Shqipëri, se janë një shqiptar të papërgjeshëm. Pra kostot për cilën më flet Grida, jo vetëm që nuk më impresionojnë, por më duken një edukim i mirë për qytetarët. E kundërta. Ti je në pozita tjera. Ti nuk je në poziton që shteti, pra nëse kupton këto. Ti nuk je në poziton që shteti duhet bëjë motivime, nuk duhet bëjë ndëshkime. Nuk ka asnjë problem që shoqëria të shokohet. Shoqëria të Unë jam në poziton që e bëj atë të paguaj faturën. Të shokohet në disa segmente të saj, përkohësisht për ta zgjidhur problemin. Ky është gjithë diskutimi për dalë nga populizmi. Pyetje që kam popullin si klient, unë shikoj popullin si. Do ta marrësh fjalën. Jemi diferent. Pyetja ime është kjo. Ju lutem, zonja. Po pra po. Cili merren paratë publike dhe shpenzohen keq. Edhe me qeveritë e sepse edhe tenderat e OSHE-s dhe keshit sot shkojnë për ato godinat me qerat. Për ato godinat me qerat dhe deputetin socialist. Me idenë shkojnë atje, që po i ndihmoni gjithë me paratë që janë tuaj dhe duhet të administrohen. I merren qytetarit dhe nuk shkojnë asnjëherë ke qytetari. Po me ty janë, keq menaxhohen. A janë më mirë pas 3 vjetësh qytetarët shqiptar, a janë më mirë sot 3 vjet bilanc të qeverisë Rama, jemi shumë shpejt fushat elektorale, shumë shkurt, shumë thjesht i kemi gjithë atë përballë. Janë më mirë? Jam shumë i qartë për këtë pyetje. Unë mendoj që në disa aspekte janë më mirë, në disa aspekte mund të jenë më keq, por janë thelbësisht në një rrugë ose një trend i cili shpejt do sjellë zgjidhjen ose zgjidhen disa problemeve gangren të shoqërisë shqiptare. Po s'kan mundësi të presin. Më mirë një fund i tmerrshëm se një tmerr pa fund. Po s'kan mundësi të presin. Më është dhe ajo shpreha tjetër që në terma afatgjat historia e kombeve është shumë e gjatë. Në terma afatgjat janë gjithë vdekur, s'kan kursime shqiptarët sa të presin edhe 30 vite që doni të jepni ymër ju. Ju mund të doni edhe 30 vite të jepni ymër më, po s'kan fuqi shqiptarët presin. Grida, do vendoset një sistemi këtu më në fund bollu shty,
Dhe shikojmë se Bollu shty kjo si. Po gjë. hajde bashkë për sistemin, por jo për spekulimin. Hajde bashkë dhe shkojmë për sistemin, por jo për spekulimin. Ta vendosin sistemin më shpejt dhe më të pastër. Edi Rama me rrugën e tretë. Unë kam parë që e ke nxjerrë njeriun e vitit dhe kur erdhi pa një vot më. Fitoj zgjedhjet, nuk kam çajtur. Kundër votova, po. Pas 8 vitesh opozit, pa një vot e keni nxjerrë njeriu i vitit. Duhet të shpjegoj edhe një gjë të vogël këtu, cili është që kuptojmë diferencën. Mua më intereson, thonjza, jo më intereson, po duhet ta shoh qeverisjen aktuale, qeverisjen e Edi Ramës, nga i perspektivë që sa më afër sistemit dhe ideve të mia është, po mendoj të sistemit. Unë them që Edi Rama ka kapur idenë e duhur. Ka kapur ka kapur rrugën e tretë. Cila është logjika? Logjika është ne do të futemi një herë në sistem, në krahasim me propozimin e përhershëm socialdemokrat që e vonon ardhin e sistemit dhe pastaj aty do shohim çfarë do korrigjojmë, çfarë do kompensojmë, cila është masa e kompensimit, 10% popullsisë, 50%. Hila pyetja është e njëjtë. Se ideja e Çilit është se Çili ka thënë që s'do mund të mbaj kurrë asnjë premtim. Duke Kështu ka thënë. Me këto që ka deklaruar, ka thënë s'bëhet kurrë reformator, prandaj duhet të jetë me kundër reformën. Patjetër. Kështu është. Në rregull është sa më mirë. Jemi në këtë absurde. Jemi sot duke u lavdëruar që doli fjala ime. Edi Rama është inkoherent po për mirë. Kemi një politikan që s'mban premtimet. Për këtë po flet, ë? Po flet. Kemi sot një politikan dhe unë është koherent ai. Thotë që kemi sot një politikan që thotë doli fjala ime që ai s'mbajti dot premtimet. Ktu jemi. Patjetër, po këtë ke shkruar, këtë ke shkruar. Premtimet gabuara. Po pikërisht pra. Dhe shumë mirë që ka disa inkoherenca për mirë. Je duke thënë për disa çështje e nderuar. Je duke thënë doli fjala ime që ai është gënjeshtar. Po nuk thua dot sot që është gënjeshtar. Thua që unë isha reformator kur e thash. Për disa çështje Kryeministri ka një inkoherencë nga 2013 për mirë. I ka mashtrim dhe inkoherencë. Ka rëndësi se ndodhin, politika rëndësie e fundit, për një arsye shumë të sepse kur vjen në pushtet, bëhesh më i përgjegjshëm. Problemi është që të mos vazhdohet gënjeja dy gjëra ka. Partia jote po infektohet nga gënjeshtra, nga populizmi. Siç u infektua Edi Rama në 2013 në shumë prej temave. Dhe disa është akoma. Dhe ato duhet të braktisë. Dy standarde që ti përdor. Duhet patjetër një sistem më i thjeshtë taksash. Duhet patjetër të braktisë krejt tregun e shëndetësisë. Po ka letra dhe do jemi në afatgjat le të shpresojmë. Le të shpresojmë në afatgjat. Dhe duhet patjetër ta lehtësoj administratën dhe praktikat administrative. Kënaqësia e madhe është që ty të është konfirmuar fakti që ai ka gënyer. E nderuar. Kënaqësia e madhe është që 5 gjëra, 10 gjëra të bëhen. Të futemi në sistem. Po pranoj që s'janë bërë të paktën. Ju lutem. Ideja juaj është e qartë. Janë nisur të bëhen. Duhet të bëhen. Janë nisur të bëhen mbar. Janë nisur mbrapsh. Është një arritje për Shqipërinë që është praktikë socialdemokracia dhe duke mbetur gjithsesi besniki i asaj që pozicioni jo komodësh juaj që duhet Rama ka zgjedhur versionin më të mirë të majtës. Rrugën e tretë. Ju lutem. A janë unë shqiptarit si pesqysh për shkak të reformave? Sepse me sa kuptoj, mbijem dakord se disa reforma janë bërë, se si janë bërë pastaj... Duhet bërë Instituti Statistikës, në fakt. Nuk më takon mua, unë nuk e di që... Perceptim po jo indikatorët e mi thonë që këto reforma kanë pasur kosto. Me ato të paktën ç'a mendoj unë duke parë mënyrën se si zhvillohen gjërat edhe kostot që paguajnë shqiptari thjesht, është fjala për shqiptarin fugara. Ne kemi po hymë në vitin e 12 ku nuk i indeksohen më rrogat dhe pensionet, po hymë në vitin e 12 ku faktikisht as rritën rroga as pensionet. Neve nuk kemi një sistem i cili të përkrah realisht njerëzit në nevojë. Asistenca sociale të ne për një familje pa punë është 80.000 lekë të vjetra, 8.000 lekë të reja. Në një kohë që matjet kanë treguar që një shqiptar të arrijë gjallë në fund të muajit duhen 15.000 lekë. Unë në këto pike i shikoj, sepse ndryshe nga që thotë zoti Çili, i cili e ndan që o ka sistem... Po të jam i majtë drita ndoshta së punojnë fara, ato mbajnë frymën dhe të jenë qikë më të shtrënguar që... është tjetër... Ndoshta të kenë një vakt më pak që të punojnë më burç. Është tjetër pastaj mënyra se si do t'i bëjmë që këta shqiptarë të marrin. A do kemi një shtëpi integrimi, a do kemi një shtëpi ku këta të fitojnë profesionet dhe të kenë mundësi të futen në tregun e punës, kjo është tjetër punë. Por, me kaq lekë sa marrin nga asistenca sociale, është e pamundur të harrijë në fund të ditës. Kjo është thjesht, unë po flas për mjekësi, nuk po flas për politika. Dhe për sa i përket pastaj, asaj që thotë zoti Çili të futemi në kapitalizëm,
Më duket se ngatron gjërat, ngatron korporatizmin me kapitalizmin. Kemi një kapitalizëm sepse ideja që keni juve është ta bëjmë gjithçka korporat. Ta bëjmë gjithçka eficiente, pastaj të rishpërndajmë. E dini juve, jo, nuk të veprohet ashtu, nuk veprohet ashtu, sepse në qoftë se do e të me logjikën tuaj. Meqense disa ngelen jashtë rrugës, të mos ta bëjmë asnjëherë sistemin eficient. Po, kam nevojë për një hapësirë publicitare dhe më pas Peza për të folur nëse shqiptarët janë më mirë pas 3 viteve të qeverisjes Rama apo jo, nëse kjo frym pak kënaqësi është kosto reformave apo kosto arrogancës, korrupsionit, trafikimit kanabisit, siç thonë qytetarët në faqen tonë të Facebookut Eni Vasili Studio Hapur, pas pak minutash. Rikthehemi sot në hapur, jemi në transmetim të orës të shikues, po flasim për reforma, debati është nxehtë edhe gjatë kohës publicitetit. Peza, jemi më mirë? Sipas jush besoj se po. Nuk besoj se unë jam personi i vetëm që mund t'i përgjigjem kësaj pyetje, sepse jam i paragjykuar, çfarëdo që të them, do marr një përgjigje jo të tillë siç e perceptoj unë. Por ajo që doja të thoja është këtu që kjo qeveri 3 vjet më parë kishte 84 e më shumë mandate në dorë, dhe për herë të parë, mas gati 20 vjetësh ndoshta, kishim një mazhorancë që kishte këtë sasi votash në parlament. Dhe kishte 2 rrugë për të ndjekur, o do vazhdohej një rrugë inerciale e një qeverisje rutinë, siç ka ndodhur në këto 25-26 vjet në Shqipëri, ose këto mandate do të përdoreshin si një moment ideal që mbas kaq shumë vitesh tranzicion dhe post-komunizëm të bënim ato reforma të thella strukturore të munguara, të tilla që do ta bëjnë qeverisjen të ndahet në dilemën mes 2 filozofive të qeverisjeve që ka bërë gjithë bota që kur ajo është qeverisur si e tillë, o kënet dhe inerci, ose ajo që thoshte Konfuci, turbullohu kthjellohu. Dhe sigurisht jemi në fazën e turbullimit dhe prandaj kjo je përgjigje edhe asaj çfarë ju thatë në fillim dhe pyetën në fillim të emisionit, dhe është në pjesën kur fillojnë dhe kthjellohen dhe të fillojnë të jepen edhe ato produktet para të këtyre lloj reformave, për shkak se secila prej reformave do dhe kohën e vet fizike, ashtu si kundër të gjitha ligjësitë e tjera të jetës. Edhe një njeri, mbasi lind, do duhet kaloj disa muaj, një vit, e më shumë, që të filloj të eci, të ngrihet në këmbë, pastaj të vrapoj. Cili dhe në pas Grida, do të thot diçka. Por, ajo çfarë do ndodhi me këtë ristartim të fuqishëm për shkak të këtyre reformave të thella, është e tillë që do na çojë, është e sigurt, në një stat tjetër të ritmeve social-ekonomike, kulturore, politike, shoqërore të vendit, në ato fusha ku është jo vetëm që është bërë reforma në letër, por edhe në fusha tjera, për shkak se të gjitha, si në një enë të madhe komunikuese, në një shoqëri si kjo jona, divergojnë dhe ndërfuten dhe ndërthuren dhe ndërvaren nga njëra tjetra, dhe me siguri që kanë filluar të japin efektet e para, disa element të këtyre efekteve unë i përmenda, mund të përmendi prapë, por jam i bindur që vimësia do të çojë drejt arritjes edhe të qëllimit final të bërjes së këtyre reformave. Pastaj është populli shqiptar, janë qytetarë shqiptarë ata që me vonë 2017 do ta përcaktojnë. Ne gjithë bëjmë dakord këtu që Edi Rama është inteligjent, pra budalla nuk është. Dhe nëse i ndërmerr disa reforma, të cilat dukshëm kanë kosto, e tha Dritani që shumë për reformave kanë kosto, grupe të ndryshme, shtresa të ndryshme, pra ndërprerje praktikave të mëparshme, të ngulitura, madje në mënyrë antropologjike në shoqërinë shqiptare. Pra fakti që i bën, edhe duke i ditë që kanë këto kosto, mund mos t'i bënte, edhe mund të runte një lloj inercie. Mund të them që është për të përshëndetur, mund t'i humbi zgjedhjet. Mund të fitoj dhe më shumë, mund të fitoj sepse unë mendoj që mesatari i inteligjencës popullore është nuk gabon. Mendoj që
kushdo lider politik, në këtë rast është Rama, që ka marrë përsipër, dikur ishte Berisha për 2-3 gjëra, merr përsipër të zgjidh me themel një çështje, X çështje ose 7 çështje, ndoshta jo të gjitha. Ta kap demin për brirësh. Pra kjo çështje është kështu dhe kjo duhet zgjidhur një herë mirë, nuk bëhet, e vërtetë. Me presion para presionit, duhen mbledh lekë energjisë. Duhen mbyll ku diun X praktika publike me interes publik pavarësisht nga forma e pronësisë që nuk shkojnë. Duhet ndru kjo kulturë, duhet ndru kjo gjë, boll më me punësime politike, duhet bërë të vërtet ato konkurset e administratës publike atje. Them që duhet jemi mirënjohës. Po bëhen këto realisht, pyetja e madhe kjo është. Më së shumti, jo të gjitha, jo plotësisht e tjetër, më shumë se më parë, ose thelbësisht se më parë. Kush është një kriter metodologjik dhe këtu e përfundoj që mund ta vlerësojmë një gjë që po ndodh? 1, a janë ide të duhura? Gjithmonë sipas meje. 2, mund të kesh ide të duhura apo është kapaciteti i duhur për të zbatuar, dhe cilat janë rrisjet e kësaj metode. Po ta shtrojnë këtë filtr Edi Rama si lider politik, dhe ndoshta jo të gjithë Partinë Socialiste, dhe tani të flasim pak me një kontekst, do të hap një klap. Ka një diferencë se si midis po themi leadershipit të Ramës, si profil politik nga vjen. S'ka lidhje fare. Nuk është në pushtet, nuk është kryeminist Gramoz Ruçi. Kam shumë respekt, po nuk është e majta tradicionale, është një prodhim i tranzicionit bashkohore as e tashme, s'ka për të qenë është avangard. Nuk është bashkohore, as e përshëmbetur, po është avangard. Është një individ... Avangard e kuj, që se kam lexuar këtë teori, avangard e cilës i përket Edi Rama. Rruga e tretë është ide avangard. Rruga e tretë ka dështuar, se shiko ç'provojnë. Ka kritika të tjera, po. Pra, bëhet fjalë për një lider Thatcheri që e kanë kaq qef socialistët e sotëm, thoshte produkti im i vetëm i mirë kanë qenë Tony Blair dhe Gordon Brown. Do ishte shumë mirë, nuk është pak. Po pra, dhe e di kush e Sharaj që Thatcheri me qajnë socialistët. Kjo është. Pra, ideja bën installus Erion Belia dhe Edi Rama. Ju lutem, shumë mirë kanë bërë. Është se përmbysi komunizmin. Edhe Thatcheri ka kuptim tjetër për Corbinin dhe duhet të ketë kuptim për çdo shqiptar. Dhe këto se po ngjajmë si miza në kurisë të elefantit kur çon se Thatcheri ka kuptim tjetër për komunistin Corbin dhe duhet të ketë kuptim tjetër për ty. Ose dhe për gjithë shqiptarët. E lëm Thatcherin, sepse do na çon një debat. A ka ide të duhura, ka kapacitetin. Unë mendoj që të dyja ka. Kush janë rrisjet? Ide s'ka fare se erdhi me ide të tjera dhe kur vjen me ide të tjera dhe del me ide të tjera tregon që s'ka fare ide. E lëm debatin ideologjik, ne themi te çështjes. I braktisi me guxim. Ç'braktisi? Po s'kishte ai merri me ide që ja bën grupet e punës të Partisë Socialiste dhe ju bëri naftën të gjithë, përfundoi te koncensionet e Berishës, përfundoi te të gjitha idetë që kishte Berisha. Duket si qeveria Berisha 3. Kjo është e gjithë historia. Bën shumë mirë që është shkëputur nga komunistët formal dhe informal. Po ç'komunistët i ka brenda, nëse do t'i duhen për elektorale, do t'i marrin komunistët, do t'i vendosin në kranë mezet të tavolinës. Mirënjohës që na shkëputi nga kjo fazë. Komunistët i shkëputi Fatos Nanoja kur braktisi Marksin. Ndërsa Edi Ramës i duhet servet Pullumbi në krah, profesori marksizmi. Kjo është qesharaja e historisë. Më i avancuar se të tjerët, se e kam shumë më në kohë. Kush janë 3 rreziqet e përfundova? Dobësia e administratës, rënien e autoritarizëm dhe abuzimi me pushtetin. E para, në mënyrë absolute ndryrje urgjente në administratë. Administrata e poshtme është tmerr. Është etatiste, duket se kemi një çati të mirë dhe kemi një llahtar poshtë. 2. Rënien në autoritarizëm, nuk e kam frikën e Ramës. Është një sistem i cili jemi një vend i NATO-s, sistemin e drejtësisë ose se kishte deri tani, edhe tani me reformën nuk do ta ketë, sepse është një reformë gjithë mbështetër, është një sistem i besueshëm. Abuzimi, këtu kam shumë problem, por kam pak shpresë tek po themi sensi, edhe përfundoj këtu fjalin, sensi ose të paktën frika, Fredi nuk e di çfarë po them. Frika që është termi duhur, nuk më lajeni që thoja një gjë. Frika e reformës drejtësi. Kjo janë për mendimin tim. Reforma të 3 vjet ka turbulluar aq shumë ujëra, sa që erdhi radha Tanila sulmoi qeverinë Rama, ta mbroi. Tanila nuk ka lëvizur nga pozicionet e veta akoma me programin e 2013. Dhe unë dhe secili është në barikadën e vet. Problemi është që politika tradhoi llogorët e veta. Por idenë e mirë, për të mirën e publike, për interesin publik. Këtë nuk e dim, deri tash i tregon që jo. Shpesh ka menduar që për interesin publik. Indikatorët jo. Ka diferencën midis asaj që quhet inteligjent dhe intelektual në këtë botë. Po ka njerëz inteligjent
cilët inteligjencën e përdorin për keq, ka njerëz intelektual, cilët inteligjencën edhe kur shkon në të kundërt interesit tyre ta përdorin për mirë. Këto janë intelektualët. Tani, që të vim sot ke situata që Rama është inteligjent dhe shqiptarët janë inteligjent, se ka me zotin Qili. E ka me spekulimin e ti, jo me inteligencën e ti. Tani, dhe kjo pjesë e inteligencës ti është dhe spekulimin. Jam intelektual, s'ka problem. Tani, qëfar kam këtu? Së pari, duke inveshur faktin që është inteligjent, nuk e bën absolutisht atë intelektual për të mirën e vendit, pra ndaj e bëra diferencën. Po ka qenë shumë inteligjent, sepse ka marrë malavitën e kësaj Shqipërie dhe e ka vënë në krye. Po ka qenë shumë inteligjent, sepse ka bërë Artur Bushin, Elvis Roshin, ka marrë krimin, ndokën, frokun, i ka futur në parlament dhe ka lënë njerëz me prestigj të zhgënjur, përfshi këtu dhe zotrin që kam për krah, dhe nuk ka rëndësishme me zhgënjimin tuaj, e ka fjalën për vlerat tuaja. Pra, ka lënë këtu njerëz si këta jashtë atij komparticioni që duhet ishte frymëzues. Po, është shumë inteligjent. Është inteligjent për të vendosur në krye të shoqërisë ato që e dhunon shoqërinë dhe për ta mbajtur shoqërinë në një pushtet të frikshëm. Por ajo që nuk pranoj dot është të thuhet që shqiptarët do votojnë duke përdorur inteligjencën. Sepse ajo që nuk pranoj dot sot unë në këtë Shqipëri, që ne shikojmë kudo në për video, në për deklarime, në për denoncime, që nuk po votohet me inteligjencë, po i votohet diku me frikë, diku me blerje, diku me presion, diku me faktin që mund t'ikësh nga puna. Nëse sot ka një njeri që mund të ketë moral të thotë shqiptarëve që sot po dilet me inteligjencë, kur edhe në nivelin politolog e politologjisë, ne nuk themi sot që kemi një problem më të madh se sa fakti që shqiptarët s'po marrin pjesë në zgjedhje. Pjesa e mirë e shoqërisë shqiptare s'po na merr pjesë në zgjedhje. Pse? Ajo pjesa e inteligjencë, ajo nuk merr pjesë në zgjedhje, se s'bën pjesë sot alternativa e kësaj qeverie për të qenë pjesë e votos inteligjente. Lënë më njanë kjo. Diskutojmë sot për terma afatgjat. Dhe këtu e pas kanë gjithë avantazhin kolegët përballë që diskutojnë. Në terma afatgjat, se sot kemi soset Shqipëria, paksohen njerëzit, paksohet territori. Sot flitet për reform pensione dhe duhet mirë të ndalojmë të secila reform. Ja ju a them unë. I dham një cop Greqis, a negateti po ju a them unë. Di pse soset territori se ju e keni vetëm fizik konceptin, se sasior ngelët. Sasior ngelët dhe sasior përsëri nuk i bën pyetjen. Po përsëri po ju a them. Po ju a them unë. E dini ju se kush çfarë do të thotë ajo afatgjatësia juaj? Do thotë që në këtë raportin e rëndësishëm, hemorragjia e shqiptarëve që do lënë Shqipërinë do të vazhdojë deri në 2030-ën me mënyrën tuaj. Ja ju a them unë, ne do t'ju nxjerr fakte se ju keni nxjerr vetëm letërsi. Një argument digital që ka nik ato në vitin 2024 forca janë letra shumë letra. Digjitale nxjerrin. Do vendosim një herë një kulturën e referencës statistikave dhe të atyre dokumentave që nuk janë politikë. Po pra po, ju keni një problem shumë të madh. Kur ne referohemi institucionet ndërkombëtare, ju i thoni që nuk duhet të besuar. Kur ne referohemi institucionet brendshme, ju lutem. Dhe është të gjitha të dhënat janë marrë nga Instati, nga qeverisja i bie. Atëherë, në vitin 2024, forca e re e punës do t'jetë e barabartë me numrin atyre që dalin pension, çka do të thotë që pas 10 vitesh nuk do të ketë më kushti zëvendësoj pensionistët në këtë vend. Atëherë vazhdojmë. Në Shqipëri hemorragjia e largimeve nga vendi dhe bilanci mbetet thellësisht. Jo se ka zgjidhur, pikërisht këtë s'ka zgjidhur. Do ta them unë tani se si nuk e ka zgjidhur, siç do shkojmë tek reforma në arsim. Do të mbetet thellësisht negativ dhe kjo dukuri do të zgjasë edhe të paktën 16 vite. Ndërkohë, thotë, fenomeni është lënë në heshtje të patrajtuar dhe pa mjete parandalimi. Ndërkohë që politika nuk po alarmohet për këto ndodhi, ka zgjedhur të bëjë heshtjen dhe indiferenten. Janë të gjitha pjesë e një raporti studimor. Të gjitha këto tregojnë që deri në vitin 2060 të dhënat demografike do na tregojnë që çfarë do lloj reforme pensionit bëjmë ne. Me atë që po rrjedh jashtë Shqipërisë, me emigracion, nuk do ketë as pension, as arsim, as gjë, por në terma afatgjat, Shqipëria do të ndërtojmë kapitalizmin e vërtet. Ta kthejmë shpresën realisht jo me fjalë. Dhe të bëjmë ato reforma që nuk e çojnë Shqipërinë 2030 këtu. Të bëjmë ato reforma. Shqipëria e re një Shqipëri e plakur. Krijojmë tregjet. Plakja po çon në krizën e sistemit të pensioneve. Vazhdoni sa të doni. Japim rrugë sipërmarrjes, reforma territoriale, qarqet shpopullohen me 40%.
për shkak të rritit pensionistëve në rënies numrit popullsisë, treguesit financiar të skemës së pensioneve do vazhdojnë të përkeqësohen deri në vitin 2030. Referoni një ditë fakte. Për gjithë të diskur më vjen mirë dhe vazhdojmë, po me fakte. Për një diskur më vjen mirë lëreni letërsi, lëreni analizën prej analisti, flisni një ditë me fakte. Për 3 element më vjen shumë mirë. Për shumë element, jo për 3. Jo, për shumë element, jo për 3. Para, bota nuk është më ajo që ka qenë. Një ideolog, nuk jemi analist. E dini ju, për çfarë ju vë banka botërore, ti ku ju vlerëson lartë? Ju vlerëson lartë, do ja them unë ku ju vlerëson, jo për atë rritjen që thoni ju. Se nuk ju ndërprer. Ja do t'ju ja them unë për çfarë ju vlerëson lartë. Më vjen mirë, Grida, për 3 detaje. E para, sepse bota tani, ndryshe nga sa e kishim perceptuar më parë, që thonim që kush ka informacionin, ai e komandon botën, tani kush e parashikon atë që do ndodhi në të ardhmen, e komandon botën dhe shqyqyr që ju referuat disa viteve, që ju do rini në opozit dhe parashikimi ju e përqendruar në opozit dhe 2030 apo 2025-ën, se nuk ka asnjë strategji që të zgjidh nga ulja ekonomike dhe nga varfrimi dhe nga plakja e vendit. Ska asnjë të vetme. Që ju do rini në opozit dhe në 2030-ën, kjo është një projekcion shumë i sigurt. Tani, asnjë të vetme që çon rinin jashtë dhe beson ty që kjo që nga strategji. Kjo mund të jetë djallësi, po jo strategji. Dhe treta është si ajo djallësia inteligjente për të futur ata njerëzit dhe për të bërë krimin në krye të pushtetit. Kjo nuk është inteligjent. Largimin e një projekcion të 2060-ës diferente. Thjesht tregon që e humbe betejën për projekcionin aktualitetit. Jam minutat e fundit, kështu që do doja kontributin e fundit nga gjithë ju. Qili, kosto elektorale për gjitha këto reforma? Po, unë mendoj që... Që si pase janë bërë mirë edhe tjerë? Jo, janë nisër mirë, të pak të duhet vazhdojnë, kryeministri nuk duhet kompleksohet, duhet vazhdoj në këtë rrugë, sigurisht duke moderuar disa element, dhe duke shkuar në thelbin e sistemit. Unë mendoj që masat janë inteligente, ndryshe nga që mendohet që janë budallaqe. Populizmi është afat shkurtër. Po, edhe aty Rama, ta them Grida, është kompleksuar. Vetëm 51%. Jo më janë kompleksuar, di çfarë ka Rama deri tash. Vetëm 51% nga vetë drejtimin e duar. 18.000 maturantët, është kompleksuar nga filozofët e të vjetrës. Këtu po kompleksohet Rama. Është kompleksuar nga korporata, nga esnafria e universiteteve shtetërore. Mbylljen e 2-3 universiteteve private, por ka lënë universitetet e ministrave të vet, diku në Vlorë, diku në për Tiranë, të paprekur, edhe aty me seleksionim. Do të zgjidhja akreditimi anglisht këto gjëra. Ka sjell, jo, po flasim për Ramën, por lëre për një organizëm besueshëm. Se anglezët aty janë prapë dhe do jenë prapë. Por nuk është ky diskutimi. Është kompleksuar të pranojë që ka qenë kaq i paaft që sot në fund të tetorit maturantët janë në ankth të plotë dhe nuk dihet se ku duhet shkojnë. Dhe ndoshta shkojnë edhe ke privatët për arsye se s'din ku të shkojnë. Dhe ti bën mirë që mban këtë pozicion dhe nuk është kjo bëjnë mirë që vinë sepse do marrin një edukim më të mirë. Ti nuk mund ta nuk është kjo çështja. Çështja është që me dëshirë dhe me konkurrencë le ta mbash gjithë me departamentin tënd të arsimit unë e bëj këtë debat teknikisht. Mos flit për kompleksim të Ramës. Flit për padrejtësi, për pafsi, përfshi dhe sektorin tonë. Duhet të jetë më guximtar. Flit për pafsi dhe për sektorin tonë dhe mos i bëj lajle lule dhe atje kur dështon dhe me ty. Pikpamja im, po, janë reforma të ndrojtura në arsim, më thellë duhet kishte shkuar dhe më shpejt. Nuk janë reforma. Janë reformësh, drejtimin e duhur, është ende... Cila ishte reformë, zotë Qili? Kryeministri dhe ministria pak më shumë janë të kompleksuar. Më thua çfarë ishte reformë në arsim? I është dhënë fund sistemit punisë në arsim e lartë. Ku, në çfarë? Ku, në bordin e administrimit, në të cilin sot do guidoj universitetet publike. Shumë i rëndësishëm që meriton të përvëmendje. Sistem të avancuar të arsimit të lartë. Në çfarë? Në bordin e administrimit që sot e merr majorancën ministria, i thot universiteteve, i thot bashkive, si kudo, centralizim dhe ka mundë dorë, në çfarë? Dhe inteligjenca kolektive e kap një ide të duhur në krahasim me ide të paduhur. E kap patjetër. Rama ka kapur idenë e duhur dhe mendoj që inteligenca kolektive duhet dhe do të mbështetet elektoralisht. E friksuar sot se do ngelet pa universitet.
e friksuar që s'do batuta e fundit për talente Pezën vendet e mund t'u la. privati, po patjetër që e ka kapur. Ju lutem, jam në sekondat e fundit. Tek privati duhet vi a priori. Rama është edukim më i mirë. Po vin nëse është më mirë, ose ka edukim më të mirë. Kryeministri Rama se po i mbyllet dera atje, patjetër. Me reformat e ndërmarra Përkundër, në universitetin publik janë zgjeruar dyert, janë shtuar kuota. kuota. Çfarë për universitetet? Është e pamundur ta ezaurojmë, e pamundur. Ju lutem. Kuotat sa që sot janë lënë një afat kreditor, 18.000 janë janë për jashtë. teknikalitete. Po, me teknikalitete që nuk e çojnë ke publiku. Një javë më vonë, një javë më herët, do të shkojnë. Që në fund të torit sot logjika është ku do shkoj unë dhe aman të regjistrohem në një universitet. Universitetet shtetërore duhet ta kuptojnë reformën, të punojnë, mos jenë parazit, mos rrinë në zyrë, mos rrinë në qofte, po të shkojnë të punojnë, të gjejnë studentët, si që bëjnë universitetet private. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Dhe ne shikojmë ndryshe këtë gjë për arsye se ti përfaqëson interesa private, unë përfaqësoj interesa publike. Unë mendoj që interesi privat është interes publik. Pavarësisht respektit që duhet kemi për njëri tjetrin. Peza. Ne jemi njerëz të dur, tema është e dur, por jemi në kohën dhe në vendin e gabuar. Kështu që ndoshta koha dhe vendi i dur është ora e cila nuk na lejon ta fillojmë më tej. Koha e gabuar. Ajo që dohet thoja është që me reformat e ndërmarra, kjo mazhorancë dhe kryeministri thjesht i dhan fund një kulture politike në Shqipëri, ku qeverisjet mendojnë për zgjedhjet e ardhshme dhe jo për brezat e ardhshëm, dhe kjo është arsyeja pse ne e kemi motën e filozofisë tonë qeverisje Shqipëria gjeneratës tjetër, për shkak se të gjitha synojnë që të rregullojnë këtë Shqipëri dhe ta bëjnë gati dhe ta parapërgatisin për gjeneratën e ardhshme. Dhe për sa i përket votimit, Shqipëria në varfëri, qytetarët shqiptarë ndryshe nga shtot Brita janë aq inteligjent sa që nga 90-ta dhe deri sot kanë votuar gjithmonë në mënyrën e duhur, edhe kur kanë ndërshkuar socialistët, edhe kur kanë ndërshkuar demokratët, dhe kështu që do dinë që Banka e Shqipërisë ti thot qeverisë nuk po je duke i mbajtur fondet nga pa periudhat investime më 1 miliard, reformatore nuk ka ndodhur post-komuniste të ndonjëherë. Shqipërisë. Dhe dini pse është inteligjente. Ju lutem. Banka e Shqipërisë i thot për herë të parë qeverisë shqiptare në këtë dokument, por mund ta konsultoni kudo nëpër webe, i thot ke 1 miliard që nuk po i harxhon, nuk po i çon investime dhe është inteligjente po. Djallëzore inteligjente, se i do për vitin elektoral, të bëj atë që bën gjithmonë për vitin elektoral, ti shpërndaj ati kudo, dhe po është inteligjente koncensioni, banka botërore, do ta them të duhet dim teorinë e statistikave. Statistikat janë si bikini. Banka botërore thot që Shqipëria është ndër vendet e para që jep koncensione, po e dini çfarë thot tjetër? Që dhe në vendet e zhvilluara, këto lloj koncensionesh publik dhe privat, atje në shëndetësi janë të rrezikshme. Shifrat janë statistika. E thot Banka Botërore, nuk e them unë. Dhe edhe ju, po statistika që s'pash asnjërin aty. Kam sjell për çdo sektor, zoti Peza, kam sjell këtu shifra të dhëna. Dhe juve vetëm merreni me mesazhe SMS-ora. I kam këtu se i kam digjitale dhe homologu im për këtë është vetëm doktori. Për çdo sektor. Janë vjetra shumë ata. Janë vetëm të reja dhe janë të plota. Je vjetruar, nuk të shkon me imazhin, nuk të shkon. Nuk më impresionon fare. Unë imazhi statistikë. E di pse se Shqipëria juaj është Shqipëria e errët. Okej, problemi është këtu. Statistikat Grida ti e di shumë mirë janë. Shqipëria juaj është Shqipëria e errët. Po shqiptarët nuk do shikojnë tek unë errësirën. Statistikat Grida janë. Shifrat tuaja do shikojnë tek errësirën. Statistikat janë si bikini që fshehin pjesët vitale dhe joshin me pjesët që... Do e bëni prapë më zoti Peza. Do dilni prapë me letërsi. Do dilni prapë me letërsi. Do flisni prapë me këto gënjeshtra. Janë teoritë sociologjike që ju pëlqejnë ju do dilni prapë në 2013 dhe do përsëri do vërtetohet zoti Çili për gënjeshtra. Mos i ofendoni shqiptarët se apo do vërtetohet ashtu siç fyet dhe ofenduat. Ju a kthyen edhe në Dibër, ju a kthyen në zgjedhjet lokale të vitit kaluar. Do ta lustrojnë analistët gënjeshtrat e vet. Prapë kështu do dilni. Tu do vinë në këtë studio prapë bashkë. Ç'keti? Por nuk do jetë për inteligjencë. Nuk refuzoj kur të vit përballë teje të debatojmë dhe këtu do jemi mbas zgjedhjeve prapë bashkë. Këtë e din shqiptarët. Po pra. Këtë e din shqiptarët. Sepse janë shumë inteligjentë. Të cilët i lini varfër për t'i blerë me 20 lekë. Lejoni ta përfundoj. Kjo është djallëzia. I lini varfër për t'i blerë me 20 lekë. Po kjo është e keqe se ka ngelur ora ke filozofia e qeverisë së tyre. Dhe sot Regjia qëndro tek unë. E kam pamundur ta mbyll ndryshe emisionin. Ky është emisioni për mbrëmjen e sotme. Takimi i ardhshëm sot në hapur është për të martën që vjen. Hila ju kërkoj ndjes, nuk kam as një minutë kohë. Shihemi të martën që vjen. Natën e mirë. Nuk kam as një minutë.